Në ambientet e terminalit doganor në Prizren të Enten janë asgjësuar rreth 21 ton mish kryesisht të pules nga autoritetet përkatëse. Me datën 5 korrik nga inspektorët e veterinarisë kufitare të angazhuar në dogan, është zbuluar një sasi e konsiderueshme e mishit me afat të skaduar që vend të origjinës kishte Anglinë. Me të vërejtur këtë, janë marrë të gjitha masat për bllokimin e mishit, e cilin sot po asgjësojmë, duke mos lejuar plasimin e tij në treg, ka bërë të ditur zëdhënësi i Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës Lamir Thaçi. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë, gjithsesi Inspektorati Veterinar Kufitar, gjatë kontrollit të rregullt, ka hasur në një ngarkesë të produkteve me afat të skaduar në sasi prej mbi 20 tonëve. Dhe sot me kërkesë të pale sipas procedurës ligjore po bëhet asgjësimi apo shkatërrimi i këtij produkti dhe ky asgjësim po bëhet brenda terminalit, që ne në asnjë formë nuk lejojmë që produktet që janë të dyshimta nuk do dalin në treg për konsum. Vendi i origjinës së produktit është nga Britania e Madhe, ndërsa afati i qëndrueshmërisë ka qenë i skaduar dhe për këtë arsye inspektorati ka vendosur që të bëhet asgjësimi i tij. Zëdhënësi Thaçi nuk e bëri publik emrin e kompanisë e cila ka bërë importimin e këtij mishi me afat të skaduar, duke shtuar se rasti tashmë do të procedohet në gjykat, pas që sipas tij edhe në të kaluarën ka ndodhur raste të ngjashme ku importuesi nuk ka qenë në dieni për qëndrueshmërinë e produkteve. Kjo landë ende do të jetë subjekti i hetimeve tutje dhe për këtë arsye ne nuk mund ta bëjmë publik emrin e importuesit, sepse kjo landë do të shkojë në gjykat dhe do të hetohet mundësia se a ka qenë në dieni importuesi për afatin e qëndrueshmërisë apo jo, sepse shumë herë ka ndodhur që vetë importues nuk kanë qenë dieni kur kanë blerë mall nga importi. Pas asgjësimit, mishi do të gruposet në deponinë e Dragashit në prani të zyrtarëve të organeve të policisë, doganës dhe atyre të ushqimit dhe veterinës, bëri të ditur në fund zëdhënësi i Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës Lamir Thaçi.